Të nderuar zonja dhe zotrinj, miqë dhe të ftuar, të nderuar qytetarë të Lushnjës, mirë mbrëma dhe mirë se vini. Faleminderit që i keni mbushur këtë shesh plotë për plot. Në këto ditë të nxehta vere, Lushnja ka hapur dyert, ka shtruar sofrat për të pritur artistët e 16 trupave nga i gjithë vendi. Dhe janë këta artistë të cilët për 2 ditë me radhë do t'i veshin Lushnjës vellon e bukur të Nusërisë. Në ndingujt e lodrave, të instrumenteve, me vallet edhe rritet do të përcillen nga artistët, kjo skenë do të kthehet në një arenë ku gara e bukurisë së kostumeve, lëvizjet e pikët të valltarëve do të jenë edhe simboli i edicionit të 13 të festivalit folklorik tipologjik kombëtar të valleve burimore shqiptare, të cilin tani e cilësojmë të hapur. Mirë, do e takohu, do e shpikon. Të nderuar miq të ftuar, të dashur bashkëqytetar, më lejoni që në emrin tuaj t'ju uroj mirëseardhjen të gjithë artistëve, t'ju uroj mirëseardhjen në Lushnjën e Kongresit, në Lushnjën e Artit, por patjetër edhe në Lushnjën Mikpritse. Jam shumë e lumtur që këtë traditën e bukur të festivalit ne po e vazhdojmë dhe këtë vit është eventi i 13 dhe patjetër që kjo nuk është thjesht një event artistik, por është një udhëtim i gjallë në rrënjët tona kulturore, përmes tingujve të instrumentave të ndryshme, përmes valleve të cilat ne i ruajmë me shekuj, por patjetër dhe përmes kostumografisë tonë kaq të bukur, e cila paraqet dhe historikun e secilës nga treva tona, ne arrim të ruajmë dhe të mbajmë identitetin ton kulturor. Dhe patjetër që Bashkia e Lushnjës do të vazhdojë t'i mbështes, sepse për ne është shumë e rëndësishme që të ruajmë rrënjët e të parëve tonë, të ruajmë folkun tonë. Prandaj, jam e bindur që në këto 2 net ne do të kalojmë mbrëmje shumë të këndshme dhe më lejoni që të uroj shumë suksese të gjithë artistëve që janë pjesëmarrje në këto
dy net të festivalit, por patjetër më lejoni që t'i bëj dhe një falënderim shumë të madh drejtorit të Qendrës Kulturore të Vepritarive Folklorike, zotit Niko Therja, i cili është gjithmonë pranë për të na bërë që këtë festival ne ta realizojmë në performancën më të mirë të mundshme. Shumë faleminderit dhe shumë sukses të gjithëve. Në qytet tua, o në qepava. Gjeografia pjesëmarrëse është nga gjithë Shqipëria. Ne kemi ftuar grupe përmes institucioneve të këshillave të qarqeve, njëkohësisht edhe të bashkive, me të cilat ne punojmë dhe ushtrojmë aktivitetin tonë. Vijnë nga gjithë Shqipëria, nga veriu në jug, janë të organizuara grupet, të cilat janë të ndara 8 natën e parë dhe 8 natën e dytë, pra kemi 16 grupe. Njëkohësisht do kemi për një prezencë artistike, për një interpretim, një bashkëpunim që dua ta theksoj dhe ta vlerësoj me Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit dhe ansamblin e valleve dhe këngëve popullore që do të jenë nesër në skenë. Por është e rëndësishme që ne vjojmë ta mbajmë gjallë këtë festival tipologjik dhe të traditë të bukur, e cila hap dyert për të 13 edicion radhas në qytetin e Lushis. Do të jenë 2 të mbushura me aktivitete për sa i përket valles burimore, kështu që jam i lumtur të them që arritëm dhe këtë vit të organizojmë dhe të ruajmë atë pjesën e organizimit të traditës tonë, pra njërë në 2 vit të organizimit të gjitha aktiviteteve, përfshirë dhe festivalin folklorik tipologjik kombëtar të valles popullore burimore. Faleminderit ju.